Nderuar zëvendës kryeministri i Soveriut zoti Izet Kuxhiti, i nderuar drejtor zoti Refik Xhemaili për investimet huaja, të nderuar anëtar të Odës Ekonomike Nacionale Perëndimore, të nderuar gazetar, zonja dhe zotëri. Odat ekonomike të Maqedonisë së Veriut janë një nga faktorët kyç që ndikojnë drejt për drejt në zhvillimin e shtetit. Kjo përmes krijimit të politikave ekonomike, analizave që të detektuar mangësitë dhe favoret e sistemit të shtetit, por edhe përmes planeve dhe investimeve të kompanive anëtar të odave. Vlerësojmë se një partneritet strategjik i qëndrueshëm në mes qeverisë dhe sektorit të biznesit është jetik për zhvillimin e një ekonomie të qëndrueshme dhe konkurruese. Andaj, është domosdoshme që qeveria të angazhohet në krijimin e mekanizmave që forcojnë këtë bashkëpunim dhe të përfshirë konsultimet e rregullta me odat ekonomike dhe përfshirjen e sektorit privat në hartimin e politikave makroekonomike. Gjithmonë duke u thirrur në analiza dhe kulumtime konkrete, vlerësojmë se një aspekt shumë i rëndësishëm për rritjen e konkurrencës dhe zhvillimin e qëndrueshëm ekonomik është rritja e kapaciteteve prodhuese të kompanive vendore. Ky proces kërkon investime në teknologji dhe përmirësime e pajisjeve dhe proceseve të prodhimit, që do të rrisë produktivitetin dhe cilësinë. Zgjerimi i infrastrukturës dhe ndërtimi i hapësirave prodhuese për të përballur kërkesën e shtuar, që si dhe krijimi i linjave të reja të produkteve për të përmbushur nevojat e tregut, që janë hapa thelbësore për zhvillimin e sektorit privat. Element tjetër, tepër i rëndësishëm i zhvillimit ekonomik në vendin tonë është edhe rritja e investimeve. Oda ekonomike e Maqedonisë Perëndimore tash 10 vite matjen e investimeve të anëtësisë së saj e bën vazhdimisht. Të dhënat tona tregojnë se vetëm investimet e top 100 për 5 vitet e fundit janë rreth 600 milion euro, kurse vetëm në vitin 2024 janë rreth 19,5 milion euro, për afërsisht 100 milion euro, që është për të përshëndetur. E gjithë kjo vlerë flet për peshën dhe rolin që kanë prodhuesit në rritjen e bruto prodhimit vendor, duke shtuar vlerën në ekonominë kombëtare. Përmes mbështetjes së prodhuesve, mund të ulim deficitin tregtar duke zëvendësuar produktet importuara me produktet vendore dhe gjithashtu të rrisim eksportin. Kjo do të